Së pari, ne nuk kemi marrë ende ftesë nga zonja presidente, natyrisht që do të konsultohemi me të, e dim që për herën e dytë, eventualisht, është në diskrecionin e saj çështja e mandatarit për formimin e qeverisë. Nga ajo çfarë dëgjuam dje dhe në bazë të rrethonave që ekzistojnë, duket që të gjithë tash po përgatiten jo vetëm për balotazhin, por edhe për zgjedhjet e reja parlamentare. Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj drejt e zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi, dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit t'i evitojmë e t'i kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Por, le të presim tash, janë 10 ditë afat për zonjën presidente, për rrugën përpara, e cila në bazë të gjitha fakteve e shenjave është veç sa jo e zgjedhjeve të reja. Unë e thash edhe në ekspozen time dje, që një vend pa buxhet është një vend i cili nuk mund të ecë përpara. Ne kemi të drejtë që ta propozojmë buxhetin për vitin 2026 në Kuvendin e Republikës, në bazë të ligjit mbi qeverinë. Mirë po, në të njëjtën kohë do të na duhet të bëjmë shumë konsultime me juristët në mënyrë që të shohim se si është rruga përpara, meqense fakti që qeveria miraton një propozim buxhet për vitin 2026, kjo nuk do të thotë që puna ka mbaruar, por vetëm sa ka filluar. Nuk janë ende komisionet parlamentare në Kuvend të Republikës, dhe gjithashtu cili do të ishte ai buxhet i cili do ta kishte mazhorancën prej 61 deputetëve, sepse në 2 lexime do t'i duhet edhe buxhetit që të kalojë në Kuvend, në të cilën, siç e pam dje, qeveria, kabineti i ekzekutivit që propozova unë i morri 56 vota. Pra ka shumë të panjohura për rrugën përpara dhe dita e djeshme i ka shtuar ato.